kam takuar një përfaqësim prej vetëm se 12%, kem pasur pak më tepër, mirë po fatkeqësisht në atë kohën kur dikush i cili nuk e kishte vendin, u fut aty ku nuk e kishte vendin, ajo përqindje na u zvoglua dhe unë i arrita që për 2 vite të dyfishoj numrin e të punësuarve shqiptar në atë ministri. Nga 43 në 88. Dhe përqindja tani është 23%. Dhe ky nuk është objektivi im. Nuk është me 23% në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Argumentomani ja, nga këtu. Do ta parashtoj pyetjen e hipotetës, më përgjigj saktë ta shohim sa janë çfarë. Nga këtu, unë dhe ty mund të shkojmë në ministri, të nxjerrim të dhëna zyrtare dhe ty aty do të shohësh se përfaqësimi shqiptarëve është buxheti yt si ministri i Punës dhe Politikës Sociale, sa buxhet shfrytëzon shqiptarët nga kjo ministri? Lutem, mbi 40%. Vjen keq. Vjen keq se janë këtë kështu. A kërkon mua nuk më pëlqen kjo shifër që dëgjoj që shqiptarët shfrytëzojnë mbi 40% buxhetit për ndihma sociale. Nuk ka lidhje. Vetëm llavët marrin buxhet sa këtë shqiptarët në Maqedoni çfarë marrin, shajni të fol. Tani po flasim para elektoratit apo po flasim para argumente? Prisim ta flasim para elektoratit. Më duket si fushat zgjedhore. Nga të dyja palët. 3600 diçka marrin pillavove njerëz buxhet pite ministria jote. Të shqiptar me. Nuk është e vërtetë. Që sa viteve burr janë shifra para elektoratit apo keni argumente? Jo, argumentojeni. Nuk është e vërtetë. Po ju ndihmoj. Shofun e çeli shqiptar nuk ka lëviz nga citat. Unë e shoh punën terren si është. Unë nuk e di ato shifra pikaj ka 40%, na kemi buxhet. Buxhetin e marrim e lexojmë dhe shumë bukur e lexojmë. Nëse në dokumente se po flasim më vetëm buxheti i cili jepet parlamentit. Se di sa e përcjellni buxhetin. Buxheti unë vazhdimisht e marr dhe shoh bashkë sidomos në prek se çështja e invalidëve dhe dëshmorëve, pse asnjëherë nuk sillet edhe pse kishim kërkesë, ajo në prek edhe për atë arsye gjithherë e analizoj shumë bukur buxhetin që e bën Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Nga gjithë ato mjetet të cilët i cek unë e shoh në buxhet, valla nuk shohën e tisha thuaj 40%. Në buxhet çka e shoh, unë e shoh se shqiptarët buxhet nuk janë në emra dhe me emra. Mbi 3.8% nuk shfrytëzojnë mjetin nga buxheti jot. Këta argumentojnë ndryshe, unë është një dezinformat e pa kryp. Jo, është dokumenti. Unë mbaj dokumentin flas me gojë. Kjo është e pa kryp. Tash buxheti i Ministrisë Punës dhe Politikës Sociale është buxhet social. Është për transfere sociale. Fatkeqësisht nuk do doja. Mua nuk pëlqen të dëgjoj që shqiptarët shfrytëzojnë shumë buxhetin për shqiptarët shfrytëzojnë ndihma sociale. Unë nuk do doja. Sa shfrytëzojnë shqiptarët? 40%. A sa shfrytëzojnë maqedonët? 60%. Rreve më sasin, të dhe shqiptarë shfrytëzon nga gjitha fondet qera të cilit ministria i cakton. Shqiptarë s'ke kozhenjë. Edhe në punë dhe politikë sociale e keni bon, rifit mësë me mund për 3.000 denar, gjithë ditën me ne të enti për punësim. Që është turpi madh. E keni bloku njerëzit, a realisht pala qetër po i punëson, po i hek për enti për punësim. Edhe ju thirrni se ja jepni ja 3.000 denar dhe po krini punë të madhe. Gjysët një herë i hekni, gjysët i shtoni. I pastrojmë disa gjëra. Jo, i pastrojmë shumë i pastrojmë. Tash mos i përzim punën. Tema e qartë, për atë po them, ngritja e zërit nuk i forcon argumentet. Pak më qetë që të kuptojmë edhe unë, edhe Migjena, po edhe qytetarët. Jo, po vërtet më shumë duket edhe po më thënë vetëm. Nuk kuptoj, vërtet nuk kuptoj. Për atë arsye se s'pi pranon këto që po t'i them unë edhe nuk po më kupton sigurisht. Edhe për atë arsye po më detyron pastaj ndoshta edhe me zot lart që nuk e kam kontradiktor, po e kam nga natyra. Megjithatë kemi një zonjë këtu, kemi stokur respekt ndaj saj. Unë e shoh në terren o zoti ministër. Unë në terren e shoh problemet e njerëzve. Çato njerëz që kanë pas halle, sot numri i hallxhinëve është dyfish. Unë nuk po shoh përmirësim. Ju përmendni me cifra 40%, në terren është minus 40%. Ma pse është minus? Si mund të unë nuk do doja që të kemi 40% shfrytzues ndihmave sociale shqiptar. Kush nuk do? Jo, unë nuk do doja. Personalisht nuk do doja 40% të shfrytzuar, jo ndihmë sociale, jo me ndihma sociale i nderuar. Ajo do të thotë që ne jemi popull social, jo ne duam punësime. Personalisht dua punësimet shqiptarëve. Gjithë kjo ministri e ytja, sa përfitojnë shqiptarët përpos atyre që në ndihma sociale që çon. Qetërkush në investime kapitale mbi 50-60% shkojnë në për komunat ku jetojnë shqiptarët. Ku janë ato mjetë? Asnjëherë komunën e Likovës. Ato liderët e ju në për komuna, atëherë ato mjetë shpërndaj kanë terren. Asnjëherë komunën, ti e din se asnjëherë komunën e Likovës
Fatkeqësisht nuk e pas qerdhe, tani do të kesh qerdhe dhe qendër vjetore. Po s'është qerdhe alo, mo që histori e bën ata qerdhe me 50.000 euro. Ajo qerdhe zotri 50 milion denar zbashku me qendrën ditore kushton. 50 milion denar. Për paralizë cerebrale, ai projekti e kam bën unë. Edhe kam konkuruar kur s'ke qenë ministër ti, është projekti im që e keni fituar tash për realizon. Atë projekt unë e kam bën. Zotri, unë po e realizoj. E di se sa kushton edhe e di se si vjen. Bashku me qerdhen 50 milion denar kushtojnë. Apo do me di më mirë. Mbi 20 milion denar shkojnë në qerdhen në komunën e Sarajit. Gati gjitha qerdhet ku vijojnë mësimin, po, në fëmijë shqiptar. Ju në Kumanov e keni vetëm një qerdhe ku e pa në gazetë njerëzit nuk munden 50 nxënës. A dini se është dyfishu numri i grupeve dhe numri të punësuarve në qerdhet e Kumanovës? Nga që janë persona ne kemi, na njohim ngjishta zotni. Po si kemi 40 nxënës e kemi në fëmimin e klasë. Është turpi madh. Zotri deputet, ke pas dy edukatore. Problemin e dizajnimit të klasave. Të klasave ka edhe komuna. Mos i vjen ajo se jam lokalist dhe flas vetëm për Kumanov. Jo, ju lokalist ne jemi fokusuar në atë rajon. Po, unë po flas me që i di të dhënat në Kumanov dhe jetoj atje dhe e di situatën. Se po të kisha ditë për komuna tjera, sigurisht do të kisha folë edhe për ti. Unë flas për Kumanov. Kumanov e Likov është katastrofë jeta. Besoni, jeta është për të qaj. Po kush ka faj ju që në qeverive mu më zdashtë na opozita me pas faj. Qeveri, për qatë kur të hesh në qeveri duesh të futesh në program. Po kemi në programin do të realizojmë. Me programin e ti që edhe nga gazetë po e cekse për statusin e shpjestarëve të QK-s, kur do të realizohet ai program ju që se keni në oti. Unë i lidhem programit që keni votuar në qeveri. Në atë program ju nuk e keni statusin e shpjestarëve të QK-s. Që 2 vite në lo dhe mo të thonë, jemi të punu grupe punës, a nuk ekzistojnë. As grupe të punës, nuk ekzistojnë me burë. Po shka po përdoj këra të mësa, dëni kompjuter... Ti e din më mirë se unë se ajo është çështje e ndihshme. Po për shka ka është e ndihshme e keni vanu 10 vite? Se është çështje e ndihshme. Për çfarë se keni... Asnjëherë ne s'kem shka të zgjedhim status, sepse statusi i ushtarëve është i zgjidhur, ne kërkojmë... Kush e zgjidhur shajtë fut? Po ti ke qenë ushtar tani je deputet. Kemi ministra ushtar të UÇK-s, kemi drejtor, kemi zëvendës drejtor. Familjet e dëshmorë po flasë, zotri, se unë s'jam për kafshatën e Kërkujt, s'kam luftuar për para. Pikrisht aty zotri deputet i nderuar. Unë flas për dëshmorët dhe invalidët të cilët nuk janë gjendje një shërim minimal ta bëjnë. E kemi Fazliun Kumanov që e di shumë mirë. Zotriu që 10 vjet me qeveri me kësi gjona, pa ka me rifi asnjë element për të mjeku më shku, asnjë dokument, çka keni ndihmuar deri sot. E di. Çka keni ndihmuar çetre azil? Kam ndihmuar me atë që i kam vënë ndihmë një hershme. Atë sa kam unë. 100 euro në xhep ja shlën njerëzit mendonin se po megjithatë unë prap kam ndihmuar diçka. Çka bëri subjekti juaj kur ishte në pushtet për ata njerëz? Asaj zboni as ju seni të bën kur gjon. Për atë arsye edhe jam kaq i ashpër, edhe për atë arsye i kam luftoj kundër dhe atin edhe kundër ju. Edhe mendonin që keni strategji për ta zgjidhur këtë çështje, pse nuk e tregoni atë strategji që të zgjidhet? Ju betohem me realisht edhe para gjithë jam betu. Nëse nuk futen kërkesat e mia në qeverinë e ardhshme, të cilën do të jetë, a vetëm Zimeri nuk e sheve në atë qeveri. Po nuk hipën në rrugë. Do të keni rast të jeni pjesë për të negociuar për krijimin e qeverisë. Rejtingjet që po tregojnë në terren është shansi shumë i vogël. Rejtingjet janë pare. Është shumë i vogël shansi që ju të jeni pjesë negociuese për të krijuar një qeveri. Mos e kishte ndonjëherë të rejtingjet, ndaj mos e rejtingjet ama. Mbetemi pak të çështje familjarëve, të cilët kanë humbur më të afërmit, e të rënëve të konfliktit të 2001 dhe invalid e rand luftës. Ne jemi duke punuar si subjekt